Mirë, kthehemi me këto pamje live, para kuvendit, shikojmë disa molotov të pa shpërthyer. Shikoni pra në shirë molotov, benzin brenda me fitilat jashtë, flaka e fishekzjarit, por si duket ka qenë ujë me presion i hedhur nga policia, i cili nuk ka lejuar shpërthimin e këtyre. Por shikojmë pra që pavarësisht se numri ka qenë më i vogël i protestuesve, numri i molotove ka qenë shumë i lartë, duke rënë në siguri çmimi i karburantit. Por përtesha kas, shikojmë disa pamje që vijnë nga selia e Partisë Demokratike. Aty nuk e di ja çova regjis, sapo ja dërgova regjis pamje që vijnë nga selia e Partisë Demokratike, ku është deputeti Ledion Allbati, i cili shikohet të shoqërohet nga disa njerëz drejt, më thonë që po shkon drejt ambulancës, pra drejt spitalit, për shkak të shqetësimeve që thonë që ai ka patur në frymarrje sa i përket gazit molotov, që sipas temi burimeve nga Partia Demokratike thonë që është hedhur ndaj protestuesve dhe si duket në Allbati, i cili ka qenë mes tyre, pra temi është ndjer keq. Pra dhe shikojmë to pamjet e Ledion Allbati, i cili shkon i shoqëruar, futet makinë dhe dërgohet drejt spitalit për një kontroll. Shpresojmë që mos jetë asgjë serioze. Megjithatë, të flasim pak politikisht për këtë protestë, Beko. Pra, ideja është, zoti Berisha ka folur për kilometrin e fundit. Me thënë vërtetën, gjithë e dim, edhe ata që janë temi pro protestës, kundër protestës, etj, e dim që kjo është një skenar i cili përsëritet. Nuk sjell ndonjë gjë tre, vetëm përveç faktit që shikojmë që çdo protestë lëndohet në një nga kolegët tanë gazetarë, lëndohen protestues nga vetja e tyre dhe sigurisht lëndohen policë, por nga ana tjetër nuk kilometri i fundit duhet përputhet me një agjendë caktuar politike, e cila ose është agjenda e qeverisë me cilën opozita përballet, ose duhet të jetë agjenda e opozitës për të parë se ku do shkojë, se kilometri i fundit është qeveria teknike, zgjedhjet e reja. Do të kishte sens kilometri i fundit si strategji politike, edhe si mesazh për të inkurajuar mbështetësit, në rast se ti kishe bërë shumicën e punës dhe duhej në fund të jepje një dorë. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që në rast se ti kishe karikuar në radh parë partinë tënde, e kishe organizuar dhe ti në çdo moment të thërrisje partinë e kishe në dispozicion. Në formë të tillë partinë që edhe po të shpallën zgjedhjet e parakohshme, ti jesh gati për zgjedhje, se miru bën zgjedhjet e parakohshme, po me çfarë partie do të futesh në zgjedhje ti kur partinë ka të shkërmogjur sot në planin organizativ. E dyta, do të kishte sens kilometri i fundit në rast se ti kishe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, sepse që të hysh në negociata me Edi Ramën, se pasi dihet me këto lloj protestash nuk rrezohet dot, duhet një faktor i tretë. Dhe faktori i tretë është faktori ndërkombëtar në Shqipëri. Nuk mund të jetë as Ergysi si shoqërisë civile, as Ermali, as Rolandi, as kushdo tjetër nga brenda. Kështu që me faktorin ndërkombëtar raportet e Berishës dihet se si janë. Është tërësisht izoluar si nga amerikanët dhe nga Evropa. Shkoi në Bruksel për 1.9 1 minutë e 9 sekonda i mbyllën në Strasburg, për 1 minutë e 9 sekonda i mbyllën fjalën, i mbyllën mikrofonin, nuk e lanë të fliste. Ndërkohë që ai tha lejoj 2 minuta. Tani vim tek çështja, a është në kilometrin e fundit? Unë mendoj që PD-ja është në kilometrin e fundit në mënyrën se si e ka menaxhuar Berisha në këtë situatë. Sepse thash edhe një herë, 3 faktorët më të rëndësishëm janë këta: partia, që ti duhet ta kesh organizuar; 2, opinionin publik që duhet ta kesh bërë gati se ka ardhur momenti jot; 3, faktori ndërkombëtar që ty duhet kesh atje, që në momentin që ti ja ke ngushtuar rrethin e Edi Ramës, ata të ndryrin siç ndryrin bie fjala me Çadrën, ku erdhi me Kalister, siç erdhi bie fjala ai përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që ishte një njeri fuqishëm dhe detyroi Lulzim Bashën të ulin në marrëveshje me Edi Ramën dhe bekoi Sali Berisha. Pra, këto janë momentet kur vjen kilometri i fundit. Por kilometri i fundit thashë një herë ka ardhur për PD-n. Pse ka ardhur për PD-n? Se në rast se Berisha deri në 2005 shikoi si ardhmja optimiste, Berisha me 2013 dhe pas 2013 Berisha shikohet flogert, më ndiq, shikohet si e shkuara dramatike, si e shkuara tragjike, apo dhe si e shkuara komike me këto që shohim tani në fund. Por e ardhmja optimiste Sali Berisha nuk është më. Kështu që edhe ai fjalimi optimist ose poetik i një kolegu ton, një miku ton aty në parlament, për mua nuk qëndron fare. Unë atë fjalim mund ta marr,
mund të heqë emrin Edi Rama dhe t'i vendosë emrin Sali Berisha për mbajtjen që kishte ai fjalim. Se unë autokratin Edi Rama e shoh në krye të qeverisë, siç menaxhon Edi Rama qeverinë, Sali Berisha menaxhon partinë dhe dy së bashku menaxhojnë le të themi politikën shqiptare, opinionin publik dhe le të themi të ardhmen e vendit. Tani si mund ta ndjekin demokratët dhe këtu e mbylla, Sali Berishën kur demokratët ndjen të tradhtuar, do të thënë prej shumë vitesh, jo vetëm sot, për kullat për resortet e tjera. Fole për mikun, bëj gati petanikun. Lidhur me Selin e PD-s, Zofet Berisha dhe komentojmë. Dakor. Në këtë revolt, në këtë kryegëritje paqësore, historinë, me guximin, me mençurinë, me vendosmërinë e tyre, qytetarët de facto zotruan qytetin. Bandit me uniform kriminal, me uniform u vërsulën si bisha, duke menduar se mund t'imposhtin. Ja ju themu natyre, që vetë përmbajtja, guximi, qëndrimi paqësor i protestuesve është 10-100 herë më i fuqishëm se banditizmi juaj. Unë u them atyre banditëve që goditën protestues paqësor, deputet, por dhe njerëz me aftësi ndryshe. Se këtyre guximtarëve, 10 mijëra guximtarëve, u mjaftojnë pak minuta për t'u dhënë atë që meritoni. Vetë përmbajtjen e tyre mos e mirë dobësi. Vetë përmbajtja e tyre është trimëri dhe guxim. Është vendosmëri për të realizuar qëllimin, për të rëzuar, për të hedhur në kosht të plerave të historisë, njëri prej armiqve më të rrezikshëm në historinë e kombit, më të rrezikshëm në historinë e kombit shqiptar, në të pashpirt, Edi Ramën. Mos mendoni se durimi nuk ka një fund. Se ju garantoj se kjo vetë përmbajtje, kjo vendosmëri e jona nuk mund të provokohet dhe provokatorët mund të marrin një mësim që meritojnë. Mirënjohje për ju, mirënjohje për çdo qytetar që erdhë nga të Gateran. Kujdes, hajde. Çfarë ju bëna unë mas 35 vjeç që më hodhet gazin sot? Më falni. Këta janë një bandë më konkrete që mund të bëj. Pra, ja, një minutë. Pra, sot, barbaria e policisë nuk kursej gazetar. Këta gazetar dhe kameraman u trajtuar në mënyrën më armiqësore nga bandit me uniform. U bë gjithçka që të mos përmbushnin dot detyrën e tyre, misionin e tyre, por i përgëzoj. I përgëzoj se nuk u ndanë për asnjë moment nga detyrë. Në fund. Mirë, zoti Berisha i cili bën një gjë pozitive. Është korrekt. Urdhë? Është korrekt. Është korrekt me... E mbyll... Me kameramanin, si pasën e sot, ato s'po flasë para sa. Me kameramanin, cili pamit i kemi fakt kameramanit, por shikojmë që Berisha në fakt Ergys e zjati prap afatin
Këto janë pamjet e kameramanit kolegu tonë goditur nga Molotovët, jo nga policia, duhet të thënë, zoti Berisha këtu ishte pak i pasakt. U godit nga Molotovët dhe fal ujit praktikisht policisë. Ku e dim ne se doktori mund ta di që është polici kamufluar si protestues, Gjermani kamufluar si partizan, që ka po. Ergys, duke që Berisha e zgjati afatin e durimit dhe kësaj radhe. Po sigurisht që do ta zgjaste. Kjo është e logjike. Ai në fillim tha që kjo është hera fundit, ne do ngujohemi, ne nuk do lëvizim, populli kërkon ngujohemi, do ngujohemi, pastaj dorën thanë jo nuk do ngujohemi, po do vazhdojmë protestat. Ka 13 vjet që të thotë një gjë. Problemi që ndër këtu që Berisha për çdo protestë që bën thotë kjo është finalja në kësaj radhe, sepse ai po sforcohet dhe po i sforcon dhe njerëzit që i thret. Njerëzit nga që nuk shkojnë, nga që nuk besojnë, ai thot hajde kësaj here se kësaj here do ta harxojmë. Dhe po ta shohër fryma gjithë njerëzit që do shkojnë, me sa unë kam takuar, kanë thonë që tashmë e kemi seriozisht, tashmë do ta harxojmë, sepse njerëzit mendojnë që BE-ja këto të gjitha do ta harxojnë Ramën dhe ne do t'i japim një shtyrë që të ndodhi kjo. Në fakt, pra Berisha e përdor këtë thjesht si një gënjeshtër që të vinë dhe kësaj here. Dhe do ta përdor këtë gënjeshtër dhe radhës tjetër që të vinë dhe kësaj here, derisa njerëzit ta kuptojnë që pra ujku do vi moment që s'do dalin më se nuk do ta besojmë kush këtë lloj fabule. Në fakt dikujt i është sosur durimi. Sot në fakt pami që sjell operatori Elio Kalivaçi pak më herë tregojnë disa pamje temi për leshësh fizike, nuk e di nëse i kemi. Këto janë pamjet, po këto në fakt janë pamje midis disa qytetarëve të cilët janë penguar, kemi audion besoj, janë penguar në disa protestues dhe me të vërtetën ky është momenti kur dikujt i është sosur durimi. Dhe ka patur një përplasje të fortë fizike mes protestuesve dhe shoferëve të makinave në Tiranë, duhet thënë që po një gjë zoti Berisha e arriti, siç e tha paralajmëri para një jave, kur tha që do të bllokojmë Tiranën. Në fakt edhe fal policisë, mendimin e policisë, PD-ja sot e ka bllokuar Tiranën që në orët e para të pas drekës. Edhe këto janë pasojat Pse është kjo përplasje? Pse duhet ndodhi kjo? Ka njerëz që kanë qenë duke kaluar makinë diku aty anash dhe janë penguar nga protestuesit. Rruga është bllokuar, s'ka ku të kalojnë në bulevard. Jo, është hapur rruga. Rruga ka qenë e hapur, ndoshta kjo është Unaza përballë selisë Partisë Demokratike. Protestuesit ishin duke protestuar tek Kuvendi, Unaza e Lanës ishte hapur dhe ata një pjesë e tyre kanë dalë në rrugë. Nëse kjo është nuk besoj që i ka futur qeveria me makinë. Jo, po parimisht duhet ishte atë nuk e di. Nëse janë vendet ku do protestohet, do ishin marrë masa. Unë nuk kapse të kalojnë qytetarët që zihen në protestë. Si për shembull, kur ti e njofton protestën që do jem këtu dhe pastaj del atje? Jo, ata kanë thënë do shkojnë në parlament. Më fal për sonte, po unë nuk mundem. Unë ka thënë policisë nesër. Dimë çfarë ka thënë policia. Ka dhe një gjë këtu. Unë nuk mundem të jem serioz. Ne ka bllokuar Tiranën që nga ora 1. Me thënë vërtetën, pra nuk është se i është bllokuar në shumë akse, bile duke thënë nga Basiçando edhe Deliozi. Për te asaj, interesantja këtu është që këta do harxojnë Ramën me leje dhe kjo është një prej paradokseve këtu. Pra këta kanë marrë leje dhe madje kishte një debat